Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Të njëjtat të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare. Sot emisioni ynë hyn në vitin e 14 të transmetimit. Është një ditë e shënuar jo vetëm për stafin që e përgatit këtë emision, por në përgjithësi për të gjithë shqiptarët me banim në Kanada. E them këtë sepse ju të nderuar teleshikues jeni jo vetëm përfituesit e informacionit falas të kësaj hapësire shqiptare të Omnit, por ju jeni dhe mbështetësit tanë, bashkëpunuesit dhe sponsorët e pasqyrës shqiptare. Gjej rastin t'ju falenderoj pra që na ndiqni besnikërisht dhe na mbështesni për ta mbajtur qelur këtë dritare komunikimit të shqiptarëve këtu në Kanada. Pikërisht për të nderuar qeljen e sezonit ton të 14, ne sot kemi përgatitur një kolazh arkivash në vite. Le ta ndjekim menjëherë pas bllokut 2 minutësh të reklamave. Dashur bashkëdhetar, të dashur miq, duke filluar që nga emisioni sotëm, unë dhe zoti Arjan Dheri kemi marrë përsipër dhe ndërtojmë një program të ri të pasqyrës shqiptare. Ky program, gjuhën shqipe, do të vazhdojë të transmetohet çdo të shtunë dhe të enjte në valët e stacionit televiziv Omni One, në përputhje me kërkesat teknike dhe etike të këtij kanali, si dhe duke u mbështetur në standardet kanadeze të radio-televizionit. Zoti Ismail, kjo konferencë ndërkombëtare që organizua 2 ditët e fundit në Tiranë, ishte një nevojë për të përcjellur një mesazh popullit shqiptar apo botës në përgjithësi? Ky ishte një mesazh i dyfisht. Si çdo mesazh i madh është paq i rëndësishëm për popullin shqiptar, domethënë një mesazh për brenda vendit dhe paq i rëndësishëm për popujt e tjerë, një mesazh jashtë vendit, sepse problemi është themelor, është jetik, lidhet me gjendjen e sotme të Shqipërisë, me gjendjen e popullit shqiptar, me të ardhmen e tij në familjen evropiane. Shkurt bën pjesë në të gjitha përmasat që lidhen me fatin e një populli. Prandaj mesazhi ishte i dyfisht. I ftuar nga zoti Ismail Sadiku, më 25 janar, grupi i xhirimit të pasqyrës shqiptare ishte në Kitchener për të ndjekur një ndeshje futbolli në salla të mbyllura. Skuadra shqiptare e Prishtina, në përbërje të së cilës kishte kryesisht të rinj nga Kosova, luante ndeshjen e saj të radhës në njërin nga ligat lokale. Ka 2 vjet që marrim pjesë në këto garat e Latina League, si e quajnë këtu në Kitchener, është ndër ligat më të forta. Klubi është formuar në 2 vjet para. Kemi marrë pjesë edhe turnamentin e vitit kaluar këtu në Kitchener, ku u nda me vendin e dytë, kurse këtë vit jemi në vendin e parë. Është një ekip i formuar me lojtarë të ri, ka kualitet. Kemi dimesa të lojtarëve shokëve nga Hamiltoni. Është një ekip që vetë organizohet, vetë financohet nga vetë lojtarët, ka disa sponsorë që na ndihmojnë aty këtu. Nuk ishte hera e parë që ne ftohemi të xhirojmë aktivitete sportive të kësaj natyre. Me kamerën tonë, ne kemi qenë pranishëm edhe gjatë ndeshjeve të klubeve të tjera futbolli, si për shembull ai Kosova apo Football Club Albania. Por ajo që na bëri përshtypje të veçantë kësaj radhe ishte dëshira e drejtuesit të kësaj skuadre, zotit Sadiku, për të përcjellë te komunitetet e ndryshme shqiptare që veprojnë në Ontario një mesazh për më shumë mbështetje ndaj këtyre klubeve. Klubet futbollistike vetë organizohen, vetë financohen. Për shembull, klubi futbollistik Kosova në Toronto financohet nga Faik Shabani, ku dihet se aty janë 3 komunitete, pjesë ndryshme të viseve shqiptare. Kisha dashur si sportist, si futbollist, kemi një komunitet fort në Toronto, që të organizohemi edhe në qytetet e vogla, si në Kitchener, London, Mississauga, Toronto, ka lojtarë, ka talenta, që ta formojnë një ekip që të prezanton ngjyrat e shqiptarëve, përgjithësi në gjitha trojet. Po këto 5 vjet, gjitha komunitetet flenë gjumë. Çdo organizim që do të bëhet
mënyrë vetjake ose mënyrë shoqërore nga 3-4 persona të formojmë një ekip. Këto pamje të dashur teleshikues janë marrë gjatë ditës ndërkombëtare, një ceremoni e përvitshme e organizuar nga komanda e bazës ushtarake në Borden, me student ushtarak nga disa vende të ndryshme të Europës dhe Azisë. Baza ushtarake e Bordenit në Ontario është një qendër trajnimi e stafit ushtarak kanadez. Përveç kësaj, aty u jepet mësimi gjuhës angleze edhe oficerëve të huaj, të cilët qëndrojnë në bazë për një periudhë 4 mujore. Para disa kohësh përmes një emaili që mbriti në studion ton, mësuam se pikërisht më 11 mars do të organizohej ceremonia në fjalë, ku do të merrte pjesë edhe grupi i ushtarakëve shqiptar me stendën e vet. Ne jemi një grup prej 5 oficerash nga Shqipëria dhe vazhdojmë kursin për mësimin e gjuhës angleze. Zoti Spiro, sa vjet ka kjo traditë e ardhjes së grupeve nga Shqipëria këtu në Kanada? Në Kanada ka 5 vjet traditë, domethënë që vazhdohet të vijë grupe delegacionesh nga Shqipëria për mësimin e gjuhës angleze. Por e veçanta e këtij viti ishte sepse u realizua lidhja me komunitetin e shqiptarëve këtu në Toronto dhe ne ndjehemi krenar që realizuam një prezantim dinjitoz në këtë sallë të TGIT-s në prezencë të 16 vendeve nga Europa dhe Azia dhe ndjehemi krenar që tavolina jonë ishte më e preferuara në këtë TGIT. Falenderojmë shumë komunitetin e Torontos që kontriboi për prezantimin dinjitoz të Shqipërisë në këtë tavolinë dhe dëshirojmë që kjo traditë, kjo lidhje që u realizua tani të vazhdojë më tej, më bukur, më mirë dhe Shqipëria gjithmonë të prezantohet këtu në Kanada e në Amerikë kudo, gjithmonë më mirë, gjithmonë më krenare, gjithmonë më e bukur. Më 22 mars u mbajt në Metro Toronto Hall konferenca e 10 kombëtare mbi marrëdhënien ndërraciale. Kjo konferencë e përvitshme organizohet nga Qendra e të Drejtave të Njeriut dhe e Marrëdhënieve Ndërraciale për të celebruar 21 mars, ditën ndërkombëtare për eliminimin e diskriminimit racial, të shpallur të tillë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Një nga çështjet e ditës së konferencës ishte shpërndarja e çmimeve për fituesit e garës së eses më të mirë me temë Promovimi i multikulturalizmit ul racizmin në shkolla. Vitin e kaluar, qendra kishte ftuar nxënës nga të gjitha shkollat dhe nivelet që të merrnin pjesë në këtë garë, që ka për synim të nxjisë fëmijët e të gjitha moshave të zhvillojnë mendimet e tyre kundër racizmit. Ndoshta vetëm pak prej nesh do të merrnin vesh për mbajtjen e kësaj konference, sikur fituesja të mos ishte një shqiptare. Po, pikërisht një nxënëse shqiptare e vitit të 4, Zheni Ibrahimaj. Esia ime fillimisht ishte një përshkrim i gjendjes të cilën unë gjeta këtu në Kanada, si një emigrant e re, unë kisha rreth 5 muaj që kisha ardhur në Kanada dhe vija me një e mbushur nga Shqipëria me shumë opinione të ndryshme dhe sidomos që kishin të bënin me paragjykime që unë do gjeja këtu në Kanada. Por unë faktikisht nuk e gjeta këtë paragjykim dhe kjo më shty akoma më tepër që unë të shkruaja këtë ese, fillimisht në shenjë falënderimi për këtë ambient që unë gjeta këtu në Kanada. Do me thënë eseja paka shumë të shkruante këtë gjendje, këtë atmosferë, dhe e dyta ishte hapa, do me thënë, në disa elemente të tjerë të eses ishin çfarë duhet të bëjnë nxënësit, duke qenë ose të rinë, duke qenë se janë e ardhmja e çdo vendi, e çdo kombi, çfarë duhet të bëjnë për të zhdukur racizmin dhe për të krijuar harmoni midis racave. Sa kohë ke ti Zheni në Kanada? Aktualisht unë kam 8 muaj që jetoj në Kanada. Në çfarë klase vazhdon? Unë jam në grade 12 në vitin e fundit të shkollës së mesme. Atëherë, cilat janë planet e tua për të ardhmen? Unë kam ardhur me shumë plane nga Shqipëria, nuk e di se sa do t'i realizoj ato. Unë kam dëshirë të vazhdoj një universitet, të gjej vetveten këtu në Kanada.
Ban lidhjet me shoqet në Shqipëri? Po, shumë. Kam shumë mall për ta. Kur të pyesin si është Kanadaja, me pak fjalë çfarë u thua? Unë gjithmonë, dhe në momentin kur kam ardhur, kur kam vënë këmbët hapat e parë në Kanada, kam qenë shumë optimiste dhe vazhdoj të jem optimiste. Dhe këtë gjendje shpirtërore ju apërcjell edhe atyre. Viktor, po diçka për aktualitetin e sotëm, në ç'gjendje është filmi shqiptar, kinemaja shqiptare sot, dhe më konkretisht me çfarë po merrni, cila është puna juaj e fundit? Shiko, filmi kaloi në etapa të vështira mbas ndryshimeve të viteve 60, sepse nuk u ruajt kinostudia. Kinostudia kishte ardhur në një situatë që duheshe rinovuar nga ana teknike, dhe nëse do ishte bërë kjo, sot do flisnim ndryshe, ne do kishim një kinografi akoma më të zhvilluar, po. Të mos hyjmë arsyeve pse qyshtek, por dhe të mos harrojmë gjë që kineman e shpëtuan kinastët e rinj, pasioni tyre për të vazhduar për të bërë filma. Askush nga ata nuk shiti banane, askush nga ata nuk u bë biznesmen, dhe unë po ta them me përgjegjësi që të gjithë kinastët mund të ishin bërë biznesmen të suksesshëm, sepse vetë karakteri punës i bente të zotë për punë, për marrëdhëniet me njerëzit, ata ndenjën dhe jetuan me filmin, dhe bën filma mjaft të mirë. Prodhimi sigurisht ra është shumë më i vogël se çka qenë, po unë mendoj se edhe kjo është e përkohshme. Unë nga natyra jam optimist dhe mendoj që filmi shqiptar ka të ardhmen përpara dhe shumë shpejt ne do të befasohemi nga filmi shqiptar. Konkretisht i lutem vetë, me se po merrni, puna juaj e fundit? Unë në përsi këto vitet e fundit jam marrë me filma dokumentar. Kam bërë filma dokumentar për figura të shquara, si Fanoli, si Antonia Thanasi, si Ismail Qemali, apo Shuteriqi, apo Brezi Ciko, Semerad. Dhe tani, them drejtën, dua të bëj një film për Sander Prosin, për aktorin Sander Prosin. E një si një detyrë morale timen, të aktorit tim më të preferuar, të bëj një film dinjitos, për jetën dhe dramën e tij. Por kam edhe plane për film artistik, të cilat do vi dita që ti merrni vesh. Viktor, ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë me ju. Unë ju falenderoj dhe në emër të gjithë atyre teleshikuesve që na ndjekin në këto momente, gjithashtu po në emër të tyre ju falenderoj dhe ju uroj për ditëlindjen, ju uroj shëndet, jetë gjatë dhe suksese në punën tuaj. Ju uroj në radhë të parë gjithë të mirat, shëndet. Ju uroj të jenë në punë të mirë, t'ja bëjnë një zmetin punës, sepse kapitalizmi të do të terrin, si çdo filmi të terrin, kapitalizmi do të terrin, aty ata e dinë më mirë se unë këtë gjë. Të mos harrojnë Shqipërinë, dhe është shumë pozitive që nuk e harrojnë Shqipërinë, përkundrazi. Janë njerëz që duan Shqipërinë më shumë edhe se ne që jemi këtu. Dhe kjo është shumë emocionale bile kur dëgjon emigrantët tanë të flasin për Shqipërinë, të rinë të bashkuar me njëri tjetrin. Se sidoqoftë, ndjenja bashkë, qenia bashkë, ata vetëm do t'i ndihmoj dhe do t'i rritë më tej, aq më tepër dhe fëmijët e tyre. Të mos harrojnë Shqipërinë e vogël. Ka ardhur koha të dashur shqiptar, të dashur bashkëdhetar. Ka ardhur koha e kombit shqiptar. Pasqyra shqiptare falenderon Giros Place për mbështetjen që dha në realizimin e këtij episodi. Ushqim mesdhetar i gatuar në çast, shije si askund tjetër. Dixi dhe Matheson. Të shtunën e kaluar, Kamera e Pasqyrës Shqiptare ishte e ftuar në 808 Leslie Road në Scarborough. Pikërisht në ceremoninë e përurimit të sallonit të dytë të bukurisë, i hapur nga vëllezërit Beqiri nga Maqedonia. Merrnin pjesëtarët e familjes Beqiri, punonjës të dy salloneve, klientë të rregull, miq shqiptar të familjes si dhe deputetja liberale e zonës, Ministri e Arsimit të provincës, zonja Kathleen Wine. So we're going to put our hands over the Here it is. scissors. Yes. Come on, Frank. Drum roll. There we go. Yay! Thanks everybody for coming. My family left old country for Canada, not knowing
what our fortune would be. Soon after Dad died, my brother Frank took over the responsibility for our family along with our mom. He set the example for us, as you can see, you know what we got here, and taught us to set goals for life and work hard to achieve these goals. And I'm living the goal along with my family. Today is a fine example of what he taught us, and I'm very proud of him. Thank you. It's a great pleasure to be here, and again, congratulations to Frank Confari. It's wonderful. And when I said that our government loves small business, believes in small business, when we talk about the 300,000 plus net new jobs that have come to this province since we came into office, government doesn't do that. People do that. People make jobs, and it is so very, very important to have people like you. You said you were living a goal that your father had set. You're also living a dream. And every time this happens, when a family and friends and supporters come together and a new business starts, that's a dream. And it's a dream for the people who will now be working for you here in this new facility, for their families. So we can't underestimate how important you are to this province. So thank you from the bottom of my heart. And I have to say, when I come in here today, it is clear to me how much heart there is in this room. People are committed to you, not just because you're businessmen, but because they're your family, they're your friends, they love you. It's obvious from this room that this business is built on love and affection. So it will therefore be successful. Thank you. Debekiris Herën Spa, ose i njohur ndryshe edhe si DBK, me qelin e sallonit të tij të dytë pas atij në Victoria Park dhe Lawrence East, edhe kështu një hap të madh përpara drejt zgjerimit të biznesit me perspektivë transformimin e tij në një franchise. Thank you again. Thank you very much. Pamjet që po ndihni janë marrë për gjatë autostradës Queen Elizabeth, para ditën e së shtunës, pak qaste pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Karvane të tëra me makina që vinin nga të katër anët e Greater Toronto Area, Hamilton, London, Kitchener, Guelph e tjerë, dhe që drejtoheshin për në Queen's Park. Është ora 12:30 dhe njerëzit sapo kanë filluar të grumbullohen në shesh. Në tribun, organizatorët janë duke bërë përgatitjet e fundit. Më në fund, në orën 1:30, në përputhje me programin e përgatitur nga Komisioni i Fesës, i vjen radha moderatorëve, Xhemit dhe Sarandës që të shpallin fillimin e festimeve.
vëllezër e motra shqiptar. Mirë se ardhët. Brothers and sisters, welcome. Rrof Kosova e pavarur. Udhëheq heroizmi dhe gjaku i derdhur i bijave dhe i bijve më të mirë, qysh nga Kreshnikën e gjendar, e deri 8 vjeçte vajzat që frijuan jetën në konfliktin e fundit 1998-99. Veç kësaj radhe, ne jemi dëshmitar se në krahun e kësaj lufte të drejtë u raditëm të gjitha ato vende që në themel të ekzistencës së tyre kanë vënë principin e demokracisë, bazisë dhe të shtetit të së drejtës. Shpallja e pavarësisë së Kosovës është hap i madh drejt asaj që ne kemi kërkuar për shumë kohë. Dhe padyshim bashkësia ndërkombëtare nuk do të punojë që të riparojë ato që nuk u pozituat në 1913, kur kombë shqiptar u nda padrejtisht. Finally the dream come true. We have been waiting many years, and I would like to thank everybody. They worked so hard to get there, they sacrificed their life, and they give us honor to see today. It's an incredible pleasure. Today they are celebrating all around the world. I have heard from New York people calling, they are having great fun there, and I hope everybody having fun. I would like to ask, how does it feel to be free? Ky segment u mundsua pjesërisht nga kompania shqiptaro-kanadeze BND Financing. Për kredi personale, pronash apo biznesesh, BND Financing ka gjithmonë një zgjidhje për ju. Një bar-restorant me pronash shqiptar në zemër të Torontos për të gjithë dhe për çdo rast. Ky është O'Grady's Tap and Grill në adresën 171 College Street, mu përballë hyrjes kryesore të Universitetit të Torontos. Ushqim dhe birë e lirë, vend ideal për të kaluar kohën me shoqërinë ose dhe thjesht për të ndjekur ndeshjet sportive. O'Grady's njihet tashmë edhe si lokali i ndeshjeve të kombëtares shqiptare në futboll. Ktu pranohen edhe pranotime festash private ose edhe organizime të llojeve nga më të ndryshmet. O'Grady's Tap and Grill është një derë e qelur për shqiptarët në Toronto. Ky episod u mundsua pjesërisht nga Mashu Mashu, kuzhinë mesdhetare dhe shërbimi për zemërt nga staf shqiptar, vend ideal për prenotime individuale ose në grup, si dhe për take-out. Miqtë e pasqyrës shqiptare, të premten që kaloi në Danimark u zhvillua ndeshja e futbollit mes përfaqësuesës së atij vendi dhe asaj të Shqipërisë. Të hënën kuqezit ndeshjen me Portugalinë në Elbasan. Pikërisht këtyre dy ndeshjeve, si dhe atmosferës sportive që krijuan ata mes shqiptarëve këtu në Kanada, ne do t'u kushtojmë episodin tonë të ardhshëm. Mirupafshim pra të dielën në orën 3 pasdite.